Nga Saranda, ku zhvilloi takimin e radhës elektoral, kryeministri Edi Rama shigjetoi sërish lëvizjen socialiste për integrim. Kreu I qeverisë lexoi listën e familjarëve dhe të afërmve të kryetarit të bashkisë në Delvin, ideal nga radhët e LSI-s, që sipas Ramës janë punësuar në administratë, ndërsa theksoi se betejë e Partisë Socialiste nuk ngrihet kundër një partie, por kundër një sistemi. Kjo është Shqipëria që është marrë peng 27 vjet. Dhe këtu nuk është fjala për një parti, këtu është fjala për një sistem partish që vinë tek ju, marrin votat tuaja dhe I thonë partisë që fiton zgjedhjet, o tepsin për mua, o s'ka koalicion me ty. Kjo është një luftë për vajzat e djemt e këtij vendi, dhe përplasen në muret e klientelave, tarafeve, kurshive, kushurive, fiseve, klaneve, të këtyre partive. Duke marrë shembullin e bashkisë në Delvin, Rama kërkoi votat për 71 mandate, për t'i dhënë fund koalicioneve në interes të partive. Më ndihmoni që mos kemi nevojë të shtrim dorën, as majtas, as djathtas, për të bërë koalicione që në televizor duken sikur janë për ju, por realitet fillojnë vetëm nga vetja për të gjithë ata që partit I ndërtojnë vetëm për vete. Nga Saranda nuk mungoi edhe apeli I kryeministrit për minoritetin. U them të gjithë minoritarëve, vëllezërve dhe motra minoritare, ajo që vlen për shqiptarët, vlen dhe për minoritarët të bashkuar me Partinë Socialiste. Minoriteti nuk jeton, nuk punon, nuk mundohet, nuk ndërron vetëm karrigen e Vangel Dules. Minoriteti ndërron këtu të ketë gjithçka I duhet. Agenda elektorale u ndal më pas në Gjirokastër, ku kryeministri Rama premtoi se në 4 vitet e ardhshme do të bëhet më shumë nga sa është bërë në këto 44 muaj. Mos shikoj majtas e djathtas për të gjetur ndihmë, për të bërë qeverinë, por të shikojmë drejt për Shqipërinë, po ju them Shqipëria që do të kemi pas 4 vitesh do të jetë shumë herë më mirë se kjo që kemi. Po ju them